Ismail Kadare për Kosovën dhe qytetarët e saj nuk është një mit letrar, por është dëshmitar i drejt për drejt dhe shumë i zëshëm i plagëve të hapura të Kosovës. Në vitin 1966, ai do të shkruante: sa herë kam kaluar mbi qiellin tënd, Kosovë, midis rreve të tua të rënda, gjëmimeve të tua, ca pika shiu u rrokullisën nga dritarja e avionit. Ismail Kadare nuk e pa Kosovën kur nga larg. Për të, Kosova nuk ishte thjesht çështje politike, ishte dhimbje e tij personale. Kur ndalohej gjuha, mbylleshin shkollat dhe njerëzit friksoheshin vetëm pse ishin ata që ishin, Kadare e ndjente se po sulmohej vetë thelbi i një kombi. Dhuna më e rrezikshme është ajo që përpiqet të bindë se nuk ekziston, se historia jote duhet harruar. Kosovën tentuan ta bënin të padukshme, por Kadare nuk heshti. Ai shkroi sepse shumë të tjerë nuk mundën. Fjalët e tij ishin dëshmi, rezistencë dhe kujtesë. Madhështia e Kadares qëndron te mënyra se si përdori letërsinë për të treguar të vërtetën, shpesh në mënyrë alegorike dhe të mençur. Ai ishte shkrimtar që ruante gjuhën, identitetin dhe kujtesën e një populli të tërë. Ishte shumë i ashpër me heshtjen. Evropa e dinte dhimbjen e Kosovës, por shpesh pati zgjedhur të mos e dëgjonte. Për Kadaren, heshtja nuk ishte neutralitet, ishte faj. Ai ishte zëri i të heshturve, mbrojti identitetin dhe kulturën kur politika dhe dhuna donin t'i shkatronin. Ai dha Kosovës një zë botror dhe tregoi se një popull mund të mbetet pa shtet, por nuk mund të jetojë pa identitet. Por domethënia e Kadares shkon përtej kësaj. Për Kosovën, ai është shembull për letërsinë, shoqërinë dhe moralin. Ai tregoi se letërsia nuk është thjesht zbukurim apo arktim, është mbrojtëse e kujtesës dhe identitetit, ruajtje e kulturës dhe ndërgjegjes, edhe kur liria politike mungon. Ai tregoi se fjala e mençur dhe e fuqishme mund të mbrojë një popull, edhe kur fuqia politike duket e pakapshme. Mesazhi i Kadares për Kosovën e pas luftës ishte i qartë, për letërsinë dhe shoqërinë. Mos lër që urrejtja ta shkatroj atë që don ta mbrosh, kulturën, gjuhën dhe dinjitetin. Kosova e sotme, Kosova e lirë, e pavarur dhe demokratike, kur nuk e harron Kadaren e saj. Shkrimtari që asnjëherë nuk rreshti së zgjuari ndërgjegjen e fjetur për gjysmën e robruar të kombit. Personalisht kam pasur privilegjin e rrallë që për herë të parë Ismail Kadaren ta takoj në panairin e librit në Frankfurt në vitin 1981 së bashku me babain tim, pak muaj para atentatit në Gjermani, dhe më pas kur nëna jon me ne 3 fëmijët, pas atentatit ka ardhur për të jetuar në Shqipëri, kam pasur privilegjin e jashtëzakonshëm që familja Kadare, zonja Elena dhe zoti Ismail Kadare, më kanë marrë të shtunave në familjen e tyre për të luajtur me vajzat e tyre, kanë marrë një vajzë të vogël të traumatizuar nga jeta dhe nga ngjarjet e fundit, edhe janë kujdesur për qetësinë e saj shpirtërore brenda mundësive të një familje të qetë, në të cilën ke pasur shumë çka të mësosh, edhe ke pasur shumë çka të përjetosh. Kosova dhe Ismail Kadareja janë një binom i cili nuk mund zvendësohet me asgjë tjetër dhe përjetësisht qytetarët e Republikës Kosovës, institucionet e saj janë mirënjohëse për kontributin e tij të pamatshëm sot, por edhe më prezent në të ardhmen për lirinë e Kosovës, për pavarësinë e saj, edhe për shërimin e plagëve të hapura pas luftës. Faleminderit shumë.